Në një moment shumë të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother, Fjolla vendos të shprehë ndjenjat e saj dhe të reagojë ndaj Labinotit. Ajo afrohet dhe fillon të ofendojë atë me fjalë të ashpra, duke treguar qartë se është e zemëruar dhe nuk i pëlqen sjellja e tij. Fjolla thot me zë të lartë dhe me emocione të dukshme se Labinoti është një njeri i pa shpirt dhe legen, duke e cilësuar atë si dikë që nuk ka integritet dhe nuk ka respekt për të tjerët. Ajo vazhdon duke treguar se, sipas saj, Labinoti nuk ka seder dhe nuk e di si të sillet në mënyrë të matur dhe të dinjitetshme brenda shtëpisë. Fjolla e akuzon atë për sjellje të papërshtatshme dhe për mungesë përgjegjësie, duke përmendur se ai shpesh i ka thyer rregullat morale dhe sociale dhe se veprimet e tij ndikojnë negativisht në ambientin brenda shtëpisë. Gjatë debatit, Fjolla shpreh qartë shgënjimin dhe acarimin e saj, duke treguar se nuk do të tolerojë më sjellje të tilla. Ajo e përmend se Labinoti shpesh ka vepruar në mënyrë egoiste dhe pa marrë parasysh ndjenjat e banorëve të tjerë, duke krijuar tension dhe konflikte brenda grupit. Fjolla thekson se kjo nuk është hera e parë që Labinoti sillet në mënyrë të paqartë dhe se sjellja e tij e bën të vështirë jetesën dhe bashkëpunimin me të. Ajo vazhdon të flasë me vendosmëri, duke thënë se Labinoti shpesh përpiqet të manipulojë situatat dhe të ndikojë tek të tjerët për të përfituar për vete. Fjolla thekson se ajo nuk mund ta kuptojë këtë sjellje dhe nuk është e gatshme të qëndrojë në heshtje, duke e sfiduar Labinotin përballë gjithë banorëve dhe duke treguar se nuk ka frikë të thotë të vërtetën. Debati vazhdon me intensitet, pasi Fjolla nuk ndalon dhe e ngacmon Labinotin për çdo sjellje të tij që nuk i pëlqen. Ajo e përmend se ai shpesh ka marrë vendime që dëmtojnë marrëdhëniet mes banorëve dhe se kjo sjellje është e dëmshme për atmosferën brenda shtëpisë. Fjolla e përshkruan atë si dikë që nuk ka ndjenja njerëzore, duke e krahasuar me një legen dhe thekson